Malli. Shumë e rënd të fle me mall. S'kish më ketë se vdekja përse gjalli. Pa as një shpresë se do të jetosh ditë më të mirë. Nga ëndrat kur nuk jam ndarë, i kam ndërruar ndodhit e tyre. Shpresuar kam t'i realizoj. Është e vështirë kështu t'i jetosh, por duhet të mësosh t'i jetosh me këtë jetë. Përshëndetje miq të dashur të Kosova Info dhe të vendit të Ravicës të Arbit, kudo që jeni, shpresoj që jeni mirë. Gjendemi sot në Grashtit të komunës së Prishtinës. Jemi me një prind të një fëmije me nevoja të veçanta ku gjatë gjithë jetës ka sfidu për jetën e saj dhe për mirëqenien e saj, për shkollimin e saj, për gjithë shka që bëhet fjallë për një fëmijë ose për një prind që bën për fëmijën e vet. Jemi këtu me Bacin Ismail Krasniqin, ku do të intervistojmë sot dhe do të na rrethojë për gjithë shka që ka bërë për jetën e tij dhe vazhdon të bën edhe për persona të tjerë që janë me nevoja të veçanta. Mirë se na erdhe Bac Ismail. Mirë se ju gjeta dhe mirë se keni ardhur në fshatin tim këtu në Grashtic për vajzën time Blerinën. Keni qenë të interesuar ju, edhe shumë gazetarë tjerë kanë qenë, ama ju jeni pak më të veçantë, se shkaku edhe po kontribon në shumë mënyra për këta persona me arsye të kufizuar, për çdo person që e ndëgjon diçka për to, që jeni interesuar me këtë stafin e juaj, ju falenderoj juve që keni ardhur, keni gjetë kohë për me na vizituar neve, dhe edhe ne kemi diçka, mujna me treguar diçka, çfarë pyetje që keni ju që do shërojmë. Bac Ismail, ti di që t'jek shumë, ki sakrificat moja, po si a del? Mirë avim, po filloj, mirë po kalojmë, mirë po thojmë se po dihet si në Kosovë këtu. Unë moj me të reguar prej fillimit vajzës, vajza ka filluar që nga mosha dikon 5 vjeçare, kemi vrejt. Në atë kohë kemi vrejt se ka qenë si a taksi, jetë që jo normale i bjena taksia. Ma vanë përmes analizave dhe mjekve, e kam thonë mjekë, që unë se kom ditë, ka qenë si myopatia. Myopatia është edhe janë një smundje kësi, si kura taksia diçka. Atëherë vajza ka shku në shkollë vetë, ka ecë, ka normal fëmijë, po kemi vrejtë se ju ecje normale. Edhe kemi qurë në për mjekë çdo kënd. Deri në klasën e të tretë, dytën, tretën, kom harruar këtë vit, veç atëherë dikon 2013-2014, që atë dikon ajo ka nisë edhe me lëshue kamët, nuk ka mujtë më me ecë sa dohet. Po 2014-2015 ajo është në monë kolicë, edhe nuk ka mujtë më qua në kamë. Edhe kjo smundje, të kjo nuk ka ndodhë për shpejti, po kjo gradualisht, çdo vjet, duke bo dobësimin e hyjeve të nervore, të muskujve, nga forca kurrizore, e cila nuk kishte zhvillim, nuk kishte përmirësim, edhe gjatë mjekimit, gjatë terapive, atëherë, po ne nuk e dishim edhe se ku të drejtohemi. Ne u drejtojshëm te neurologi ose neuropsikiatri. Neuropsikiatri nuk e dhejke ato që ka ne dojshëm të fundit, ose jo të fundit, po me ditë se qysh me vepruar në vazhdim me vajzën. Neurologi e kom pas spital pediatrik neurologjik, ato e kanë larguar, nuk e di pse e kanë hjek për aty, të nuk e mjeku në ma. Ne u shkuar në spital neurologjist 8 majt, e kom qua qikën ato. Ato më ka preferua për mblyta, ka një doktor është neurolog i mirë, do mund të rrethim me flamor, është ato të ndërtesat arabe, i thujmë, ato e kom kontroluar qikën kogje shumë, edhe më ka preferua me shkuar të një doktoresh, kom harruar, konë edhe Valbuna Govori, konë edhe një tjetër, po kom harruar me emën, më ka drejtua atë. Tani e kemi pas edhe atë.
Tani e kom pasë në Tiranë, në Tereza, domethënë atë spitali që është. Atje kom kërkuar mental Petrellën, shkaku me ditë se ka nevojë ndonjë operacion se diçka tjetër. Nuk u mujt, ai s'm ka tregu mua se çka ka vajza, kështu direkt. Kur e kom marrë, jam shkuar edhe unë s'kom hek dorë, jam shkuar te Armand Shea në Tiranë, ajo ka në spitalin pediatrik ku kanë qenë shtrim, se mental Petrella ka punuar një ambulant specialistike, ka në ambulant një kace, e Armand Shea ka qenë në pediatri shumë kace të në Tiranë, ajo më ka qitë një ilaçe Ade Benanum. U ka një ilaçe domethënë i kombinum me gjitha ato mirat e çapëdiun që kanë batu. Edhe kom marrë në barnatoren Lekli, e cila më ka duke me prit 2 javë, ishim shkum tani, masi shkum ato, duke me prit me 2 javë, qika ishe shtrim ato, më duke me nejt 2 javën atje, deri sa u baj laçi. Ato hapa që janë konë, edhe i marrë tani, kom vazhdu me i marrë gati 20 gjithë, kanë kushtuar shumë shtrejt. E para, kom pagu edhe këto barnat shtrejta, po atje kur më ka duke me i marrë 30 kokra, se qashtu diçka më duke të në konë 260 euro, me euro që shedi june, dikon 3.000 leka që pi vjen të ashtë se parej, që shën konë atje 120 që konë. Edhe i kom marrë, i kom pagu ato, i kom marrë, këta një më shkua, i kom parasit për mes telefonit 069 që kanë ata, e parasit që për mes autobusave së dyqysh ose shkojsha i marrë sa vetë. Tani kemi pas probleme tjera për mes CD-s që ka pas jezimin sidomos në pasën në Korriz, këtu, në onazën e 4-5, nuk e di, e ka pas një jezim për sipër, partës këtu Korrizit, edhe kom brejtë e kom marrë, vetën e kom marrë, se s'ma kanë kontrolu këtu mjekët në Prishtinë, në ashtë edhe kanë kontrolu, për s'm kanë treguar, kanë pa, e unë e kom marrë, kom desh me ditë çka ka. Kur e kom pa që ka veç jezim për sipër, jo të preme. Edhe kom marrë, i kom thonë Armand Sheas, edhe jam shkuar tek Selejmani, e ka pas në këtë pediatrin në Prishtinë, Gjemal Selejmani, kom harru, më kanë pështirë, kjo është mati 2015-16, edhe aja ka vrejt, tha ku e vrejt e ti, ha shë vrejt, se qëre ku është që ku bëndër prejet. Unë jam shkuar, kom bani CD në veti, pa pas dhimbje heq, me CD temë dhe me CD të vajzës e kom vrejt se e kavnin pak ka filluar ndërprejme atë unaza 4-5. Edhe kom informuar dhe mjek që jam shku atje të në Tereza në Tiranë, i kom informuar dhe ata, e kanë po ata, nuk kanë desh, ndoshta edhe më tregua pse çka ka mund me ardhë, vetëm në fjalë që më ka thonë Ivan Kaplana këtu në Prishtinë. Ivan Kaplana më ka thonë në fjalë, çish më ka thonë ajo që ashtu ka dalë, edhe vetëm doktor neurolog, Valdet Bajraktari, me kontrolën e parë që ka bo, më ka thonë qështu, edhe besoni që të fjallën ka dalë, pejtina, se ato më kanë Selen Vranici, do më është taj doktori, është arsimtari gjitha u kanë, po nuk e di tash këmë adha qatë farë nëndimi, edhe kështu tash jemi arë dhe në pikën e se tash vajza ka fillu do më ecja është ndërprej, edhe të punit është pak me rallë, shumë me rallë, dikon 50-50, edhe do më hanë dëpërmime si sklerozë, dëpërmime por në esit, si në korrezë, si gjithkon. Tash kjo ka probleme në parca korrizore, nuk ka atë funksionin sa duhet me përfijet në rore të muskujve, sepse prej trurit vogël, me lidhet ajo, që ka i nevojitet parcës korrizore, edhe pijet në rore të muskujve. Kjo qeliza shtes nuk po riplodhohen ato, e qeliza om shtes, nëse edhe ajo bëhet, ajo nuk ka shansë, sepse ka fillu edhe deformimi. Tash edhe operacioni saj, edhe nëse ka operacion, po s'ka operacion kjo, se operacionet mi pas diko 15 operacionet për me pro dhe sa me fillu për me hije një operacion të komt. E kur gjë puna dhe të komt, atëherë, na mi bo atë operacione, që tash është vajza me insulin, është me diabet, që 6 vjetë, e ka problemin.
Tash edhe me thonë mjeku, unë për vete nuk u thej se mundet me bë vara nuk mshelet. Ka probleme aty shefët mjekësia, tash unë nuk jam unë mjek, po kom lexuar në drejtim, kom mësu disa gjëra, edhe pa konë domethënë doktorën, po bëhet një doktor deshte, po duhet në drejtim më kyç. Edhe tash është kjo, po fillon tash edhe të durt, ka pak probleme, dhe probleme ka dhe të kishta pak dhe po ju qaq, që nuk e kom ndërprej kur gjovin, mjekun e kom ndërprej pak, se kom po që nuk ka fort për mjekve, jem konë në mjek popullor, s'kom lanë barna pa marë, nuk e di çfarë barna se kom përdor, për me li trupin e që për dijun e aty që në konë me pije i lache, krejt, fizioterapie gjithë kone, që kanë ndodhë, që kanë pas nevoje, tash veç edhe të lekopedi, edhe me kry edhe të aj shka këtë punit, po unë e pedi edhe shka këtë punit, pse kak po vjen, po nuk po dohet mu baravat që shto me qëto sprova që që kemi na i ka dhurë Allah, nuk kemi qka me bona, kjo as nuk u bra, as nuk u dëmtu diçka që mëjna me dit, na që u dëmtu diçka, nuk e moj meni diçka, vakcinat i kanë marrë pejtë, mja i kom nejtë gati, vile këtu në shkolla ashen mi marrë në zonësat, mi adhonë në zonësave, une nuk e lejsha këtu, me data i kom pasë të pishë në detit, i qejsha e dhejsha atje, men, që e kom ditë sa është e vleshme një vakcinë, edhe tani jetën e saj, domethënë jeta e saj tash fillon, ka kry shkollën e klasën e 9, tash është punë klasa 12 është tash e mesme e Xhingazuli në informatikë është domethënë klasa 12, domethënë për mbaron, shkollën e mesme 2 vjet të shku me vanesë, tash vajza është 20 vjeçare, për shkak i vanesës diabetit, 2 vjet e kena vanuar pak, nuk ka mujt me shku se s'ka mirë për gjendje shëndetësore. Edhe asistent nuk ka pas në shkolla që me nejt dikush me të, prindi nuk e lejojshin neve, nuk na lejojshin me nejt qamu në shkolla, u doht me shtyje 2 vjet, shkova te një drejtar, kom haru që ka emrin për erë, e vallaj në tina, është shumë drejtar i mirë i Xhingazulit, ato shkoj thonë që është shtërat, thonë po, thonë e biju në cikën, po ndodhë që nuk mërët me orë çdo ditë, se ka që shto gjendjen, thotë nuk ka problem, thotë e bojnë edhe si klasor, po me korrespondencë. Vjen ato çka ka nevojë diçka me i dorëzue ato njësit mësimore, na i çojmë përmes emailës. Atëherë vajza ka filluar me ta, më mirë, përmes emailës dhe ka shkuar shumë inteligjente. Është inteligjente, mëson, din, këti din. Tash edhe për patent shofer kjo i din këti. Domthonë kam mësuar tekstin teorik, po praktik së në krynë, se nuk ka mundësi. Edhe kemë problemin tash, për që më abetit e teksti i teorik i shkollës, ose i patent shoferit, unë jam prend që e qoj vajzën ka nevojë. Si në aktivitetën handikose, vetëm është handikose që unë që atu jem shku në ka dhe qenda tjera, po nësë jem shku në handikose, jem shku që atu jem shku për fillimit që nga viti 2013, edhe e qaj ato, qka ka nevoj, e qaj e marë, po tash për tash, shkaki i qytyne që kjo së në merë patent shoferin, po, une jam jetë me një gavë tresh, qëtu, se nuk pe lejojnë zhdoganimin e veturës në emën prindit, po vetëm personit që është në aftësit kufizume. E personit në aftësit kufizume, a nuk mërët me vëzit. Do të me bo. Ato do të me vëzit dikush? Po, ato do të me vëzit pa tjetër, se ajo do të me shkua, ndodhë që të në 3 herë shkajnë mjekë, të mjekë në ditët. Ato që edhe nuk ka bilë që pa ajo është puna e tyne, policisë, ajo është regulli tyne, se nuk do më deshta mi përfshi kejtë ma si rukit të keri, para një 2 javë që ashtu, mi mënë tabelat se duhet rëstimi, nuk është reali diçka me rëgjësue, edhe thashajtja që i kontrollim teknikët e këshyre mirë, të regulloj, i mënë tabelat, po e kanë pas ata, unë jam kompajtor, unë s'kom pasu sistem, po nuk është, bile këta bo një kërkes për mes një misioni, sidomos në qeveri, se kjo qeveria këta do të me miratue, me ba të mëjshme për këta persona, për prind, për asistentin, se sidomos në shumë vende janë asistent prindi më të avlohë. Na nuk mujna tash me pagu një shofer se atë na bjen me shku në Prishtinë ose taksi, ose me shku të mjeku, që na kushton shumë.
Ma mirë është me i marrë njërë 50 sash një litër naftë, e me hashtu që aty se me adhon 10-15 metrë nuk jemi, s'ka logari kërkush ashtu së mënët me adal. E me konë që është të mëjshme, qeveria me batë mëjshme, veç lirimin e doganimit të mjetit, do mund për prind që janë për këta persona që i vozitin, atër o konë shumë e mirë për ne një lecim, se me një kërë vjetër se këta edhe për të mëtujnë dhe komunikacionin me këtu ndalesa që i bojnë, shkaki se kjo është dikon në diçka vjet 85-6 golfi, qa për t'june kanë dalë 10 vjeqarë, do më kjeri vesh 10 vjeqarë, unë nuk e di pse kjo kështu, edhe nëse kanë dalë, ata i di ma mirë këto punë, po me batë mëjshme, bile doganimin me pas e kësha marrë nashta, e kësha batë dëshirë, edhe typen po janë ranët, po nëse vjerani, e kësha batë mëjshme një farkeri që hinë me kolisë në ta, që janë dokere me aty, këpirë me aty, edhe e kësha qitë aty që shkon normal, mos me pas probleme me ta. E tash patarga, qa me batë Ismail? Patarga? Qysh me të shku të mjekë, po të... Une, më dërët me shkua. Me targa, pa targa, me 3 rrët, mu s'kam qare, kur të rrëk qikën, më dërët me, është smua të rrëk, aja s'pa smu djevet, unë s'kam qare peqëm. Më në heq pa targ, pa heq, unë bile nuk kam qka i bëj kërkujna, jetë më të nëjnë 50 herë në ditët, unë qikën se do me hik. Se ka nevoj kjo me dërgu të miku. Nuk jem të i bërë shërë kërkujna, mundësia është tjetër është zhida, edhe aty që i mërë, pas bëjt bro, në vazit që ka dale, po që rrëk, tha një kam, po e dible, valloj, po se sigurimit të rrëk dënë në ty. Ashtë kejtë aty e regla i di, ashtë po jo, bre, valloj, sigurojnë e ka dalë zvanë e kënej. Tha që shtu hash merit, jo i keni, bile i thash, pa ndirë për juve. Ashtë po knasë në që pjusho juve, s'pisha tjirtë. Se në kom ma edhe që nga dënëshën e pa morë për asysh. Po... Ja, edhe në nëmën temin, pi falenderejt për gjestin që pas kanë bo. Bravo e kohët. Po, s'o problema e punë atyne, po qa me bo, tash që shtu është problemi. Edhe tash vajza, do manë shkollën e ka, qëtashën për përdojnë qitë vetë e kryu në shkollën e mesme, tani ka marrë pjesë në aktrim, të kërëseriale Vizit e Ronda, që 2 vite, po më do këtë 2 vite o bon e ka bo promovimin e librit Syme botën, një ka bo një libër e ka shkru vetë, që në kemi ditë asë shka është të bo, asë është të shkru, edhe e kom brejt diçka në telefon, po në e di se kjo është shumë inteligente edhe kur të thirë dikush, e ju një dikush, e ka qashtu princip që me pur na, edhe shka kisë edhe nështë ta sunet në zotë lartë, adin me ndëzuaj të ty, edhe fletë kjo në telefon, komunikon me krejt, me familjar, po e kom di që diçka mirë është të bo në telefon. Edhe ka marë, ka shkru e vjersa, atë poezi që ka shkru edhe ka një ditë që shto të bajgore, tha me batu një liber, tha, është po mëre, ashtë ne kom pas fillu para lufte atëherë në atë këtu, ashtë po s'kom ujtë një batu, ashtë s'kena pas pare, s'kena pas mjetë, ashtë që tash në ashtë ta i bojnë atë, ashtë ka pak dëshyshja bojnë me e krym, thot po atë i kom batu, atë në i ka zënë tjetë gruës e të tjerëve antarëve, thot që shtë me thonë babet, thonë po mëre me njëherë, edhe shkan djalli apagun. Ti bën djalli parë, tja shkan ja pagun ato batimin e librit. Promovimin e librit e kena bo në qendër Endikos. Ato shkaki e vajza e dënë atë band, që për diju në u mësua në atë band, ma unë në ndronë për atë band, ato që u mësu për i fëmini një. Ata në tarat tapi një që shemull më gimen e këti një, i den, do ma unë kështu. Edhe thotë, kam qërë, thotë me i thirë, thotë ata, persona në afsit kovizume me i pasë në provim të librit tem. Edhe kur shkaj, thamë që shtu hashën e përbojmë dikon atër, thamë e i ka zej të atër serios, atër që atu bojmë është një farsale, ashtë në ashtë asë me lipin, shumë e bojmë aty, jo, ani thë qysh, duhet vesh mi thira ta, për persona në afsit kovizume. E shkaj bisedoj me Afrim Alicin, drejtorin e Endikosit, thot jo, thot, sala atë këtu është e gatshme, thot na e bojmë këtu, edhe në shku bile dhe hargjimet e pije këtu mi kanë hjek vetë. Ata stafi e Ndikosit, që për të ju në kush, edhe jem shku e kom bo promovimin e librit ato në Ndikos. Dhe më në 2 vjetë. Tash ka fillu librin e dytë, ashtu e shku. Librin e parë, se kjo e dyta që e ka bëturë. Po librin e parë, për mes një
Autorës të librit Shqipe Paraziti, ajo është një gazetare sikur ju. Ajo ka marrë domthonë mendimet e shumë anëtarëve të Ndikosit, domthonë atij, edhe e ka shkruar atë libër, edhe është edhe vajza ime ka marrë pjesë në atë që ka shkruar vetë kjo. Domthonë ka shkruar dhe ka dorëzuar asaj, ajo ka botuar në atë libri, po ajo ka rregulluar atë në familjen e vet siç ka u duhet. Tash është tani libri i dytë për më unë vetë. Librin e tretë tash ka filluar me shkruar dhe po më duket që gati e ka diçka, po nuk po na tregon se pak më herët i ka pas dikon 60 poezi si, domthonë vjersa tregime për jetën e vet. Se kjo është për jetën e vet shkruan. Ma larg nuk del, nuk kritikon, nuk i ka veç për veti, i nderon, i respekton, flet ndoshta për agimin, flet për krejt, po flet në atë mënyrën që mos me i prek ose mos çashtu e ka në atë fare, çashtu. Edhe që kjo është kemi shumë. Unë jam në grup avokusi prindërve të Ndikosit. Jam që 2 vjet atë ja nuk e di sa po bën. Kena qenë edhe më herët në atë kështu në atë projekte. Po na punojmë dhe i bëjmë kërkesat të këtyre fëmijëve. Jemi 4 vet në grup avokus. I bëjmë kërkesat si për çështje, si për gjitha çka i nevojitën. Po çështja, siç e folëm, është pak një diçka umet çështje, po është problemi i çështjeve, e para çështja, po edhe kur nuk i e kushte ekonomike. Çështja nuk duhet se nuk ka financë, s'ki financë. Po, sikur te unë pyetje çu shkon me kerr. Unë shkoj me kerr se unë smundja nuk këshira ka tabela këta. Jo, kur mos janë atë. Po shkon çorën, edhe me si dal me ditë që më dënojnë. Unë ata kanë drejtë më dënu, se ne pa dokument që amë. Po më duhet me registrua, po të kalzoj që shtu më duhet me registrua, ka dalë, vjen rani, i vjetër po e registrua e lëllotër, që shtu për të sonës, që me bati, s'po ki të zgjidhet edhe. Me dorë. Vetë mi ata shumë e petregoj edhe të funit që më për bona, vajza që ka merë bona, i merë dikon 10 kontor plus. Një kontor plus është 15 euro. Në mujtë këtu shkojnë, 150 euro. Një lantus është 6 euro, nuk është 8. Ose një lantus nuk i delë, për i merë 2, në 2 lantusa bojnë 12, 162 euro. E blenë ojkamidin, rimatrilin, në orabetikin. Qëtu i ka i latë, që veç, pakta është 300, pakta është 300 që jepet për borna në mujtë. Se i kam merë të pa me dokumenta nëse i duhem, dikujna se... Ti vëtës nuk përnon. Jo, në apo munja del. E do një qysh mos. Ti më nesh me thonë mirë, po nuk o mirë. Mirë nuk është, po na po mami. Si mi dorëzue, që pej 2011 nuk jem dorëzu halo, po bon 15 vjetë. Edhe mirë, i dore pasidet se punaj vëlloj, ka shmija në shtu. Se ma larë nuk o dzej se që tash me dalën, me i rashë qeri qike, se me pas një farë sulmi, kush i del asaj ndim. Tash jem su edhe ndimin e parë, mja dhe vetë. Pesha dhe që po ka nevoj, dhe e sta për tërgoj të mjeku. Po nësë më kom qare, tani mund të me quat për me këshyra atje, që shë ka gjendjen, më shka pësu diqka për këti sulmi ma shumë diqka. Se sere pëson ka i sulm kjo. Ja i nollet të hullit. Ja, sulmin e mram ju ka nollet të hullit. Sulmin e mram, dëmon, ka hull kjo, kanë shumë, milen dalë kënë sheshe që qa për një qeshur ditë dhe të mive, që kë avë një hurtje që dhe shda pjarë e amin, po më shti dhe ta në të rrisha, edhe që qa tu dalë ke, dhe ke hajde ti që i ke mirë, se ti të njam se jemnin. Ta shë bon një kolege, se me ta janë në atë për në vitë të ronda. Ta shë në atë ku, dëmon, para sa vjetë që 7-8 vjetë, recitoj ke vjerë kanë shesh. Qika me mikrofon, shumë mirë. Ullën në parroz, po, falke mirë. Tash ju do pësua pak të honit, po, të i bërë po kemë qa me bo. Për mjekë se kena lonë, për kur gja, i lonë se ti ka me kejtë në rregull, nuk kemë heqë bile, kur ke korona, i kom nejtë shumë gati, për që ke Covid-i që ke, i kom nejtë gati shumë, e kom rujtë, po mirë ka kalu edhe ato krejtë. Bile, kur ke korona, unë e problemi më të madh e kisha me shkua me, se s'naleshin me dale, kishim orarë të caktume, me ja sigurua insulinat. Ma para insulinat dhe me siguru se bukën.
A ka mirë, a s'ka, do presin rënë me ble mirë, unë e mune të bërë natyre me këshyra ko insulinë. Ja boj insulinat se pa ta s'bën. Jo shiritat, jo insulina, jo rivotrili nëse e përdojnë, s'di doj përdojnë shumë. Rivotrili është ajo ta hupë domon në orientimin e trupit, ato do të me pi pa tjetër. Në atë kohë edhe jo shumë, po janë mënun ato të vetën, sa kanë pas mundësi, të kërën e shtash t'jepi 120 euro, 50 euro, 10 euro, sa ka mundësi, këm pas dhe shashni, i kam shashnin e mirë, e kam rrethin shumë të mirë, kam katunar shumë të mirë, është një fshat i shpërndam, po është një fshat shumë i mirë, janë banor të mirë, sillen i mirë, jo që më ndihmojnë me mjete, jo, më ndihmojnë me respekt në vajzës. Në shkollë, kur shkue, unë se kom pas derë të shkollën e klasën e 9, pse për shka në vajza ose për je diçka keq. Ajo u shku në shkollë e di që ka në dorë të sigurta, të arsimtarëve edhe mirëbajtës të shkollës. Mirëbajtës të shkollës e ka pru peja tjetë, e ka pru deri këto, dhe sa herë ka dëllë ajo. Edhe ko, gjithë, s'kom pas të kur ha problemi. Qashtë në shkollën e mesme e ka zënë, shumë mirë arsimtarët, profesorët, te për diçka ekstra në sjellë mirë me ta, nuk e di, s'moj mja këthy atyne me të mira. Mua s'm ka ra diçka, sa që i rukë puna diskriminalizmit, bo mënej, këtu, ose diçka, ka këto shumë Prishtinë, nuk janë njerëzit ende, nuk janë në ardhën të vedijen sa do të me pas vedije për këta persona, qysh do të me i respektu, me i nderu, po ka të këshyrin me një farësyme, si mirë ironim, si me një farësyt, një shërësit si të ranë, edhe janë ta që kështu. Tash, Blerina ka bo njëtë me në avon një vërrot nere. Ba mërë ma vazës ma shumë faleminderit Blerin, suksese. Faleminderit. Inshallah gjithmonë shkon jeta mirë. Faleminderit shumë e vetë. Shumë faleminderit. Bravo Blerin, bravo Blerin, bravo. Këta ka matë në rëndësi. Vazës mal, Po nave. edhe një mesazh për fund, një apel për gjithë këta persona, për gjithë të prend që i kanë personat me nevojë të veçanta, Po, për emisionin tonë. unë e mesazh me dhonë prinderve që i kanë kënë fëmijëve, dyshysh për mvjesë Tiranë, po do të me dhonë mesazhin, se shkaki se është problemi, ka shumë prind, që i blokojnë fëmijën e vetë, ata kanë dëshirën me dalë, nuk mujnë vetë, prind nuk i qesin, i mojnë blokum, ajo është një gjahë keqe shumë për ati prindi, nuk e di pse nuk i qesin me pallë ata tjerë, sikur këta tjerë që janë, që dalin. Unë për veti, na e kemi sidomos Prishtinën, jo këtë Kosovën se Prishtinën, na dalëm me këtë shikën shëtit me na njojnë, me kamarira, me advokat imi dalëm, kur për problemi s'ki me emën e njojnë, bile dhe këtë qeveritarë që janë qeveri, me emën e njojnë. Dhe këtë se cili e ka libën e saj, që ja ka dërzu ke me dorë të vetëm. Faleminderit Një shumë. kësha dhonë atyne jo këshillë, po i kësha lutë. I kësha lutë, se kam zemën e prindit unë, se kam vajzën me hamësit konverzume, i kësha lutë ata, me i marë fëmin, me i qitë, me bashkë titje, me dalë, mos me i lanë blokum, mos me i lanë mas, me i shkollu e sa të mundën, me i majtë nga të veti, me i gëzue, me i adhoni mundësi edhe atyne me bo një farë gëzimi tjetër të vetë. Faleminderit shumë që ke pranuar me ardhur në emisionin tonë. Në ndjerë qoshi, kanë E dhe pra shikues të nderuar, kudo që jeni, ne po përmbyllëm këtu këtë emision, deri në emisionin tjetër shihemi.